Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë ka filluar fushatën vjeshtore të vaksinimit nga ajri kundër sëmundjes së tërbimit të kafshëve të egra. Drejtori i Shëndetit dhe Mirëqenies së Kafshëve në AUV, Sadik Heta, ka bërë të ditur se kjo është një fushatë që zhvillohet për të dytin vit me radhë. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka filluar fushatën vjeshtore të vaksinimit të kafshëve të egra, domethënë nga ajri, me karrem vaksina. Pra është një fushat që synon parandalimin e ardhjes apo shpërndarjes së sëmundjes së tërbimit në Kosovë. Marr parasysh që kjo sëmundje është një sëmundje zoonotike dhe shumë e rrezikshme edhe për njerëzit. Ne si agjencion, në koordinim edhe me vendet e rajonit të Bashkimit Evropian, pra është viti i dytë që këtë fushat e zhvillojmë me buxhetin e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, pra me buxhetin e Kosovës. Ai shtoi se përpara fillimit të shpërndarjes së vaksinave, AUV ka zhvilluar edhe një fushatë informuese për qytetarët. Ne edhe në fushatën tonë para fillimit të shpërndarjes së vaksinave, fushatën informuese, ne kemi rekomanduar të gjithë qytetarët që posa të hasin në këto vaksina, mos t'i marrin, po t'i anashkalojnë, pra t'i vendosin në vende më të sigurta, pa të kenë kujdes. Nuk janë vaksina të rrezikshme, mirë po thjesht janë vaksina që posa të bien në dorë apo të konsumohet nga fëmijët apo edhe nga ndonjë kafshë tjetër mund të shkaktojnë probleme shëndetësore. Pra, të gjithë qytetarët që hasin në këto lloj vaksina, t'i shmangin ato, t'i largojnë nga rruga apo edhe t'i vendosin në vende të sigurta dhe të veçanta. Fushata po zhvillohet në bashkëpunim me vendet e rajonit dhe Bashkimit Evropian, në kuadër të përpjekjeve të përbashkëta për kontrollin dhe parandalimin e tërbimit në nivel rajonal.